Ju përshëndes të gjithëve, mirë se erdhët në News Hour. Unë jam Habi Hoxha, ne do të jemi së bashku në vijim. Qeveria vendosi shkarkimin e Erion Veliajt nga detyra e kryetarit të Bashkisë Tiranës. Vendimi u mor në mbledhjen e sotme të Këshillit Ministrave që miratoi propozimin e mbërritur nga Këshilli Bashkiak. Tashmë i hapet rruga zgjedhjeve të reja për kreun e bashkisë. Socialistët kanë ndezur motorët e fushatës, në krye të së cilës do të jetë zëvendës kryeministria Balluku. Partia Socialiste do të kandidojë me Ogerta Manastirliu. Erion Veliaj nuk është më kryetari i Bashkisë së Tiranës. Shkarkimi i tij nga detyra të cilën e mbajti për 10 vjet ishte vendimi i parë që u firmos nga qeveria Rama 4 në mbledhjen që zgjati për afro 50 minuta. Kjo vendimarrje i hap rrugë zyrtarisht dhe zgjedhjeve të parakohshme për kryeqytetin. E vetmja gjë që mbetet për tu parë është nëse kryeministri Edi Rama do e dërgoj vakancën menjëherë në presidencë apo do të pres afatin 15 ditor që ligji parashikon për ankimim. Në të gjitha rastet, nga momenti që njihet me ndërprerjen e mandatit, kreu i shtetit ka afat 48 orë për të nxjerrë dekretin, ndërsa zgjedhjet e pjesshme duhet të mbahen jo më parë se 30 ditë dhe jo më vonë se 45 ditë nga data e shkarkimit. Duke marrë në konsiderat këto afate ligjore, socialistët kanë ndezur motorët e fushatës për të rimarrë sërish drejtimin e kryeqytetit me Ogerta Manastirliun. Ndaj në përmbushje të këtij objektivi, Edi Rama i ka besuar zëvendës kryeministres Belinda Balluku drejtimin e fushatës elektorale në Tiranë. Më herët ajo ishte edhe në krye të grupit të punëve për administrimin e punëve në Bashkinë e Kryeqytetit, gjatë kohës që drejtohej me kryetar të komanduar. Një ditë më parë, Rama porositi deputetët për të zbritur në terren dhe mobilizuar strukturat për të siguruar një tjetër fitore, atë që e cilëson drejt Tiranës 2030. Kurse Partia Demokratike nuk ka ende një kandidat për Tiranën. Sali Berisha nuk është gati për këtë garë të rëndësishme dhe kërkon më shumë kohë. Ndaj, ashtu si gjatë ditëve të fundit, Berisha vazhdon të bëj avokatin e Erion Veliajt. Berisha e dredh, sepse nuk është gati për zgjedhjet e parakohshme të Tiranës. Nga mungesa e kandidatit, në momentin kur Këshilli Ministrave vullosi shkarkimin, ai u drejtua me një lutje të fundit Erion Veliajt. Kërkon tani që të thotë se unë po noterizoj vendimin e këshilltarëve. Në mënyrë që e rën mendja që Erion Veliajt mos mund të shkojnë në gjykatë kushtetuese. U bëj thirrje tani, një thirrje kam për avokatrit e tij. Nuk do të heshti, po i dini zot parimve kushtetuese. Doktori vetë pranon se nuk ka një kandidat për Tiranën, ndaj duhet më shumë kohë. Nuk duhet kur që degët apo gjethet na pengojnë me pa trunë. Trunë këtë që po them unë. Do filloj koalicion, do filloj sot, do filloj. Nuk i kanë kështu këto, nuk janë në gara atletike tani me orë, me sekonda. Rama parashikon fitoret Partisë Socialiste në Tiranë, po Berisha. Unë kam parashikimin tim, farsat janë farsa dhe nuk janë zgjedhje. Por unë thash që ne nuk bojkotojmë se ka dy filozofi. Por doktorit i duhet ta spostoj vëmendje nga kryeqyteti. Fjalë është Aruba. Aruba është një ishull i vogël holandez afër Venezuelës që për doktorin ka shumë domethënie. Interceptimet për arsyra ta themi politike, ndonë se i kanë emër për emër pjesëmarrësit qeveritar në takim, nuk janë bërë publike. Por autori nuk ka më asnjë dyshim se kanë qenë ministra, zyrtar të lartë të qeverisë e Edi Ramës dhe në mundësinë më të madhe vetë Edi Rama. Po Berisha, ku i ka provat? Një status, një denoncim në Facebook timin, kur e paraqet Ramën në Amsterdam, në aeroport në Rotterdamit, i rrethuar me policë vetëm, udhëtimi më mistik. Më mistik. A u nis me atë rast Rama në Aruba apo jo, unë nuk mund të them. Rëndësi ka që doktorit kjo i shkon me tezën që vetë beson se Rama në Shtetet Bashkuara të Amerikës më nuk shkon. A ka lidhje anullimi vizitës tij në Shtetet Bashkuara me
Këto lidhje nuk e di, nuk mund të them. Por, ajo që mund të them është se Edi Rama, pas Maduros, sot është i vetmi kryeministër i dokumentuar me lidhje direkte me organizatat narkoterroriste. Në fakt, ngjashmërinë e vetme me presidentin e Venezuelës në këtë rast e ka Sali Berisha, si doktori dhe Maduro janë të dy non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të dy nuk e kalojnë dot oqeanin. Ju ftoj të ndiqni radion ABC News në valët 105 FM. Do të përditësoheni me zhvillimet e fundit Në 105 FM. Presidenti Bajram Begaj thot se Shqipëria mbetet e përkushtuar ndaj paqes dhe vlerave demokratike. Në fjalimin e tij të mbajtur në Shqip, para Asamblesë Përgjithshme të Organizatës Kombeve të Bashkuara, kreu i shtetit theksoi se vendi ynë mbetet një faktor stabiliteti në botë, ndërsa vuri në dukje hapat e shpejt që po bën Shqipëria në negociatat me Bashkimin Evropian për antarësimin në Union. Presidenti Begaj tha se karrigja bosh e Kosovës në OKB është një padrejtësi, pasi Kosova është një shtet që ka dëshmuar me vepra përgjegjësinë ndërkombëtare dhe përkushtimin ndaj vlerave demokratike. Në 80 vjetorin e Organizatës së Kombeve të Bashkuar, presidenti Bajram Begaj tha se Shqipëria qëndron e palëkundur krah partnerëve strategjik, ndërsa kontribon në forcimin e paqes dhe demokracisë. Shqipëria qëndron e gatshme të jap kontributin e saj për forcimin e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare. Ne mbështesim një rend botëror ku konfliktet zgjidhen në mënyrë të qëndrueshme, ku shoqëritë forcohen nga solidariteti dhe ku paqja ndërtohet dhe konsolidohet mbi themelet e forta të besimit, bashkëpunimit dhe përparimit. Duke sjellë në vëmendje rrugëtimin e gjatë të vendit ton nga diktatura drejt integrimit euro-atlantik, presidenti foli dhe për ambicien e Shqipërisë për antarësim në Bashkimin Evropian brenda 2030-s. Sot Shqipëria është shumë pranë realizimit të ëndrrës së kahershme antarësimit në Bashkimin Evropian. Pas hapjes së negociatave të antarësimit, po vijojmë me ritëm të lartë reformat tona me synimin për të përfunduar procesin e negociatave në vitin 2027 dhe për të qenë antare plotë e Bashkimit Evropian deri në vitin 2030. Begaj u ndalte te Kosova dhe mungesa e një karrikeje për të në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. 17 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova ka treguar me vepra se është një antare e përgjithshme e komunitetit ndërkombëtar, e përkushtuar ndaj paqes, stabilitetit dhe vlerave demokratike, me institucione të forta dhe popullsi vitale. Kontributi i saj në bashkëpunimin rajonal dhe më gjerë është i pamohueshëm. Megjithatë, vendi i Kosovës në këtë asamble mbetet padrejtësisht bosh. Në vëmendje të presidentit Begaj ishin dhe dy frontet e hapura të luftës, konflikti mes Rusisë dhe Ukrainës dhe ai mes Izraelit dhe Palestinës. Shqipëria ka qëndruar në mbështetje të sovranitetit, pavarësisë dhe integritetit territorial të Ukrainës, e shpreh mbështetjen tonë për përpjekjet e Shtetit Bashkuar të Amerikës, Egjiptit dhe Katarit për marrëveshje e armëpushimit që do të çojë drejt përfundimit të përhershëm të armiqësive dhe sigurimin e një paqe të qëndrueshme mes Izraelit dhe Palestinës, e cila sjell një të ardhme më të mirë në siguri dhe përparim për palestinezët, izraelitët dhe të gjithë popujt e rajonit. Por lajmi ishte gjithashtu që presidenti Begaj dorëzoi në arkivën e OKB-s fjalimin e tij në anglisht, por në asamble ai foli shqip ndryshe nga gjithë paraardhësit e tij. Të njëjtën në mbrëmje ai do t'i shpjegojë arsyet në një intervistë për Real Story me gazetarin Sokol Balla në ABC News në ora 20. Shqipëria përfaqësohet me presidentin e Republikës në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në vitin e 80 të themelimit të saj, në një moment delikat të krizës në Ukrainë dhe padyshim të konfliktit që është sa i armatosur por dhe humanitar në Gaza. Cili është pozicioni i Shqipërisë sidomos për konfliktin e Palestinës në bazë të zhvillimeve të reja në faqet ndërkombëtare. Por padyshim
Përse presidenti i Republikës po vonon në shpalljen e zgjedhjeve të parakohshme tashme që janë bërë 6 numri i bashkive në Tiranë? Cili është opinioni i tij për sa e përket luftës për të zgjedhur kreun e ri të SPAK-ut dhe sa transparent do të jetë ky proces i cili po kërkohet i tillë nga ndërkombëtarët? Dhe një pyetje interesante dhe e veçantë. Përse Bajram Bekaj zgjodhi të fliste shqip në Asamblenë e Kombeve Bashkuara? Për gjitha këto, ndiqni intervistën time me presidentin e Republikës sonte në ora 8 në Real Story. Nga Organizata e Kombeve të Bashkuara në New York, kryesuesja e diplomacisë shqiptare Elisa Spiropali thekson mbështetjen e palëkundur të Shqipërisë për Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian, duke dënuar sulmet e Hamasit dhe duke theksuar angazhimin për paqe. Ajo rikonfirmoi përkushtimin për integrimin në Bashkimin Evropian dhe kërkoi bashkëpunimin mes shqiptarëve në rajon. Ndërprerjen e komunikimit SBA Kurti e cilësoi shqetësuese, ndërsa për drejtsinë e re në Shqipëri thotë se sfidë është respektimi i standardeve të drejtave të njerëzit. Që prej fillimit të dy konflikteve, Shqipëria ka dalë hapur krah Brukselit dhe Washingtonit. Në një moment delikat gjeopolitik botror nga New Yorku, ku merr pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, Ministrja për Europën dhe Punët e Jashtme, Elisa Spiropali, për emisionin Real Story të gazetarit Sokol Balla, thotë se vendi ynë ka qenë gjithmonë i drejt për drejt në politikën e jashtme, duke dënuar sulmet e Hamasit dhe duke shprehur angazhimin për paqen dhe qetësinë në lindjen e mesme. Qëndrimi ynë ka qenë shumë i qartë që nga fillimi. Ne kemi goditur dhe ne kemi mbajtur qëndrim nga më të fortët, besoj, për çështjen dhe pa ekuvok për sulmin e 7 tetorit. Ne konsiderojmë Hamasin, konsiderojmë Xhihadin Islamik dhe konsiderojmë krahun ushtarak të Hezbullahut organizata terroriste. Në një moment kyç për rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, kryesuesja e diplomacisë shqiptare thotë se qeveria do të vazhdoj punën për plotësimin e objektivave, duke mos konsideruar asnjëherë hap pa pas, pavarësisht situatës gjeopolitike botrore. Është një momentum që nuk duhet të humbet, nuk duhet humbet nga Shqipëria, e cila për 11 muaj ka hapur 28 kapituj nga 33 dhe 5 grup kapituj nga 6. Shqipëria është vendi që po ecën me ritmin më të lartë sa i takon procesit të integrimit në kohën më të shkurtër. Pavarësisht shkëputjes së Tiranës nga Shkupi në rrugën drejt Bashkimit Evropian, Spiropali thekson nevojën për bashkëpunimin e faktorit shqiptar në Ballkan, ndërsa ndërhyrjet politike i konsideron përçarse dhe të dëmshme. Sa më shumë ndërhyrje të pavënd të ketë, si nga Kosova, ashtu edhe nga Shqipëria, në Maqedonia, po dhe kudo tjetër, aq më të pavlera do jenë si përpjekjet e shqiptarëve për të pasur një zë të unifikuar, dhe aq më problematike do jenë raportet politike, jo vetëm me faktorët aty edhe me partit, por edhe me vetë gjendjen e shqiptarëve në raport me shtetin e tyre. Shqipëria do të përdorë gjithmonë zërin e fortë të saj për të mbështetur Kosovën, por Spiropali bën thirrje për kujdes dhe maturi në marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara, ku ndërprerjen e marrëdhënieve me qeverinë e Kurtit e sheh një shqetësim serioz. Do ta përdor këtë zë edhe për Kosovën, pavarësisht arsyeve, pavarësisht çështjeve, çdo çështje e cila cënon marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një problem jo i vogël. Në një kohë kur Tirana po shkon drejt zgjedhjeve, Spiropali thekson nevojën urgjente për një kryetar, ndërsa thotë se sfida e drejtësisë së re është lufta kundër korrupsionit, por duke mos shkelur standardet dhe të drejtat e njeriut. 7 muaj, ne nuk kemi asnjë kryetar në zyrë, asnjë kryetar të dënuar. Përveç mbështetjes së pa kushte që japim sistemit të drejtësisë, dhe i kemi dhënë sistemit të ri, të drejtësisë dhe besimit absolut që kemi, që ky sistem i ri do luftoj pa ndëshkueshmërinë në të gjitha nivelet, që ka qenë një problem shumë i thellë i shoqërisë shqiptare edhe i politikës shqiptare, cila ishte e paprekshme, por në krah të pandëshkueshmërisë duhet kemi procesin e rregullit ligjor, duhet kemi respektimin e të drejtave të njeriut.
Kryeministria italiane Giorgia Meloni thot se Izraeli e ka tejkaluar kufirin e proporcionalitetit me masakrat ndaj civilve në Gaza. Gjatë fjalimit në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, Meloni tha se Izraeli duhet të dalë nga kurthi i kësaj lufte. Sa i takon njojës së shtetit palestinez, Kryeministria italiane tha se Italia do ta marrë këtë vendim vetëm nëse Hamas largohet nga çdo rol qeverisës në Gaza. Kryeministra italiane Giorgia Meloni kritikoi Izraelin për luftën në Gaza, duke thënë se ka tejkaluar limitet. Në një fjalim drejtuar Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, Meloni tha se Izraeli duhet të dalë nga kurthi i kësaj lufte. Izraeli e ka tejkaluar kufirin e parimit të proporcionalitetit, duke thyer normat humanitare dhe duke shkaktuar një masakër midis civilëve. Izraeli duhet të dalë nga kurthi i kësaj lufte, duhet ta bëjë këtë për historinë e popullit hebre, për demokracinë e tij, për të pafajshmit, për vlerat universale të botës së lirë, pjesë së cilës është. Kryeministria italiane gjithashtu foli për një shteti palestinez, hap të cilin Italia do ndërmarrë vetëm nëse Hamasi largohet nga çdo rol qeverisës në enklav. Ajo tha se grupi palestinez është përgjegjës për fillimin e luftës me sulmin e tij ndaj Izraelit më 7 tetor të vitit 2023 dhe nuk duhet të shpërblehet për terrorizmin. Meloni u ndal edhe te lufta në Ukrainë dhe akuzoi Rusin se ka shkelur qëllimisht nenin 2 të Kartës së Kombeve të Bashkuara, duke shkelur pavarësinë dhe integritetin territorial të një shteti sovran me qëllim për të aneksuar territorit e tij. Ajo shtoi se Moska deri më sot nuk duket e gatshme të marrë seriozisht asnjë thirrje për të ulur në tryezën e negociatave për paqe dhe se kjo plagë thellë e shkaktuar në të drejtën ndërkombëtare ka krijuar pasoja destabilizuese që shkojnë përtej kufive të kësaj lufte. Gjykata e lartë pritet të caktojë në 30 shtator gjyqtarin që do të zëvendësojë Holta Zaçaj në gjykatën kushtetuese. Gjykata e lartë ka marrë nga Këshilli i Emërimeve në drejtësi renditjen e kandidatëve sipas pikëzimit dhe pritet të vendosë fituesin. Largimi Holta Zaçaj nga gjykata kushtetuese është çështje ditësh. Procesi nisur dhjetorin e vitit të shkuar do të mbyllet më 30 shtator të martën e javës ardhshme. Në këtë datë gjyqtarët e gjykatës së lartë do të mblidhen për të hedhur votën e tyre për një nga 3 pretendentët për vendin e Holta Zaçaj në gjykatën kushtetuese. Në garë janë Asim Vokshi, renditur i pari nga KED me 89.5 pikë, gjyqtare e gjykatën e lartë, ish kryetaria e KLG-s Naureda Llagami, që ka pothuajse po aq pikë sa Vokshi, 89.3 pikë dhe i treti ish komisioneri publik Florian Ballhysa me 77.8 pikë. Ligji për organizimin dhe funksionimin e gjykatës kushtetuese parashikon mekanizmin për mosbllokimin e procesit. Për çdo vend vakant, votohet për secili nga kandidatët e renditur në 3 vendet e para të listës. Kandidati që merr 3/5 e votave të gjyqtarëve të pranishëm shpallet i zgjedhur. Nëse nuk arrihet shumica e nevojshme, kandidati i renditur i pari nga Këshilli i Emërimeve në drejtësi konsiderohet i zgjedhur. Vetë Asim Vokshi nuk do të marrë pjesë në votim, por ati dhe 2 pretendentëve të tjerë, Llagami dhe Ballhysa, do i duhen 10 vota për t'i çuar në gjykatën kushtetuese. Menjëherë pas zgjedhjes, fituesi njoftohet gjykatës kushtetuese, presidentit dhe kuvendit. Pas betimit në presidencë, fituesi futet në gjykatën kushtetuese për një mandat 9 vjeçar, pa të drejtë rizgjedhjeje. Holta Zaçaj, sipas parashikimit të ripërtëritjes së kushtetueses, që e kishte firmosur edhe vet, duhet ishte larguar në muajin mars, por për shkak të zgjatjes së vlerësimit të kandidatëve dhe muajit të pushimit, qëndrimi i saj në karrigen e kushtetueses po përfundon tani në fundin e shtatorit. Mungesa e avokatit Ilir Metës u bë shkak për nisjen e procesit në gjykatën e posaçme për Ilir Metën dhe të pandehurit e tjerë të dosjes së tij. Seanca paraprake u shty në datën 9 tetor, në të njëjtin datë kur dhe gjykata e lartë do të shqyrtojë rekursin e Ilir Metës që kërkon lirimin nga qelia. Seanca e parë paraprake për kalimin apo jo për gjykim të dosjes ndaj ish presidentit Ilir Meta nuk u zhvillua për shkak se mungonte avokati i tij Kujtim Cakrani për shkaqe shëndetësore. Te ente në gjykatën e posaçme u paraqit ish bashkëshorte e Ilir Metës, Monika Kryemadhi, që është e bashkëpandehur në të njëjtin proces. Kjo dosje ndodhet në fazën paraprake dhe do të gjykohet nga gjyqtare Irena Gjoka, e cila më herët ka kërkuar dhe dorëheqjen nga çështja, por që u refuzua nga gjyqtari Erion Bani. Seanca e radhës u shty më datën 9 tetor, ditë kur edhe gjykata e lartë do të shqyrtojë në dhomë këshillimi rekursin e radhës të Ilir Metës për revokimin ose ndryshimin e masës sigurisë Ares në Burg,
ku mbahet prej tetorit të kaluar. Nga ana tjetër, prokuria e posaçme ka mbyllur hetimet dhe i ka kërkuar gjykatës së posaçme të vijojë procesi për Metën dhe ish deputeten Monika Kryemadhi për akuzat e korrupsionit, pastrimit parave, fshehjes së pasurisë. Përveç çiftit të ish bashkëshortëve të pandehur për të njëjtën dosje, janë marrë edhe Fatime Kryemadhi, nëna e Monika Kryemadhit, dhe Ema Çoku për akuzën e pastrimit të parave, ndërsa ish kreu i AKP Piro Xhixho është marrë i pandehur për akuzën e korrupsionit. Policia e Durrësit vuri në prangë autorin e vrasjes Valdon Beqira që u gjeti pa jetë me plagë thike në një apartament në këtë qytet. Bashkë me 24 vjeçarin Taylor Tivari u arrestua dhe një iri tjetër që e ndihmoi të arratisej pas krimit. Sipas policisë, vrasja ka ndodhur gjatë një konflikti pasi iriu Tivari kishte shkuar të blinte drogë nga 51 vjeçari. Personi që shihni në foto është Taylor Tivari, 24 vjeçari i cili goditi me thik për vdekje 51 vjeçarin Valdon Beqira i mbrëmjen e së mërkurës në Durrës. Për ngjarjen e rëndë që ndodhi në lagjen numër 12 të qytetit bregdetar, policia doli me një njoftim duke thënë se 51 vjeçari kishte shenja dhune në trup si edhe plagë të shkaktuara me mjetin prerës, të cilat i morën jetën. Policia e Durrësit tha se në pranga përfundoi dhe bashkëpunëtori i autorit të krimit, i cili e ndihmoi që të arratisej nga vendngjarja. Zyrtarisht uniformat blu thanë se 21 vjeçari Taylor Tivari ishte futur në apartamentin e viktimës me qëllim blerjen e lëndës narkotike. Apartamenti rezultonte në emër të një kushërire të viktimës e cila ndodhej në emigrim, në të cilën ai ftonte miq dhe shok, ku dyshohet se konsumonin alkool dhe drogë. Përgjatë komunikimit dhe qëndrimit në atë apartament, i riu është konfliktuar për motive të dobta me 51 vjeçarin, duke goditur me thik në pjesë të ndryshme të trupit. Pas ngjarjes, autori u largua nga apartamenti, duke u ndihmuar nga një 27 vjeçar, i cili me taksi e ka dërguar fillimisht Taylor Tivari në banesë. Në apartament, viktima u gjet pa shenja jete nga nipi i tij. 51 vjeçari përdorte edhe një emër tjetër, Marko Beqiraj, dhe ishte babai i një djali 12 vjeçar. Ai punonte si kamarier me kohë të pjesshme në një lokal në qytetin bregdetar. Një i burgosur tentoi arratisjen nga burgu i Fierit, por u kap nga gardiano dhe u kthye në qeli. Bledar Selmanaj arriti të dalë në oborrin e burgut pasi hapi një qarje me grushta në murin e qelis në katin e parë dhe u ngjit në tarac përmes tubave të kullimit. Bledar Selmanaj akuzohet për vrasjen e Julian Bullari në 2021 në Babic të Vlorës dhe është në pritje të dënimit dhe prokuroria për të ka kërkuar burgim përjetshëm. Plani i mirë organizuar i Bledar Selmanajt për t'u arratisur nga burgu i dështoi për herë të tretë. I akuzuar për vrasjen e shokut të tij Giuliano Bullari, Bledar Selmanaj, i cili ndodhet në paraburgim që prej vitit 2021, çau me grushte murin e qelis. Burime zyrtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve thanë se Selmanaj, pasi mbështolli duart me peshqir dhe çarçaf, goditi murin e qelis në katin e parë, duke hapur një të çarë në të. Pas kësaj ai ka dalë në oborrin e burgut dhe është ngjitur në tarac nëpërmjet tubave të kullimit. Aty Selmanaj kishte një litar me të cilin do zbriste duke vazhduar arratisjen. Për rastin reagoi zyrtarisht edhe Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve. Gjatë ndalimit i paraburgosuri ka kundërshtuar me forcë punonjësit e policisë së Burgjeve. Aktualisht ai është i akomoduar në dhomat e veçimit deri në përfundimin e veprimeve hetimore për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarjeje. Ky shtetas ka tentuar edhe 2 herë të tjera të arratiset nga institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale në Shqipëri përmes veprimeve aktive. Selmanaj akuzohet për vrasjen e Giuliano Bullarit, ngjarje ndodhur në 2021 në aksin Vlorë-Babic. Sipas ekspertizës, ai u qellua me 3 plumba nga pasagjeri, ku njëri prej tyre e ka kapur në kokë dhe i ka shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Shkak për vrasjen e të riut dyshohet jenë bërë prishja e pazareve të drogës. Autori dhe viktima njihen së bashku teksa kanë qëndruar në një qeli dhe më pas kanë vazhduar me pazaret e drogës edhe jashtë. Selmanaj i paraburgosur është në pritje të dënimit teksa prokuroria ka kërkuar për të dënim për jetë. Jemi rikthyer në studio po ndiqni News Hour. Shqipëria renditet e 15 në botë për sigurinë kibernetike. Sipas një raporti të indeksit sigurisë kibernetike, Shqipëria ka fituar 39 pozicione në krahasim me vitin 2023. Një ndër kriteret e vlerësimit është reagimi i menjëhershëm në rast ndërhyrje dhe menaxhimi i krizave kibernetike. Raporti vlerëson masat e marra nga autoritetet shqiptare për të ndërtuar kapacitetet të qëndrueshme institucionale dhe teknike për rritjen e sigurisë kibernetike.
Shqipëria është pozicionuar në vendin e 15 në botë me 85 pikë për arritjen e sigurisë kibernetike sipas National Cyber Security Index. Rezultati i vitit 2025 tregon se Shqipëria nëpërmjet Autoritetit Kombëtar për Sigurinë Kibernetike ka ndërtuar kapacitete institucionale dhe teknike, duke bërë sigurinë kibernetike një element kyç të zhvillimit dhe integrimit digjital. Sipas raportit, pikat e progresit konsistojnë në një sër elementësh. Vlerësohet se Shqipëria ka përditësuar kuadrin ligjor, ka miratuar një strategji kombëtare dhe ka një plan veprimi funksional për sigurinë kibernetike. Po ashtu në raport theksohet se është siguruar ndërgjegjësimi publik dhe analiza e kërcënimeve, duke rritur nivelin e informimit të qytetarëve dhe institucioneve. Një ndër kriteret që është vlerësuar është edhe reagimi menjëhershëm ndaj incidenteve, menaxhimi i krizave kibernetike dhe trajnimet praktike kombëtare e rajonale. Po ashtu në raport theksohet se është arritur që të realizohet mbrojtja e infrastrukturave kritike dhe e të dhënave personale, duke vendosur detyrime ligjore për infrastrukturën. National Cyber Security Index është një indeks ndërkombëtar që mat nivelin e përgatitjes së shteteve për të parandaluar kërcënimet dhe për të menaxhuar incidentet kibernetike. Indeksi përfshin 112 shtete dhe vlerëson mbi 40 indikator që mbulojnë kuadrin ligjor dhe institucional, mbrojtjen e shërbimeve kritike dhe të dhënave personale, kapacitetet e reagimit dhe menaxhimit të krizave si dhe bashkëpunimin ndërkombëtar. Italia mban vendin e parë për investimet e huaja në Shqipëri. Vetëm në 3 muaj të këtij viti, kompanitë italiane investuan 44 milion euro në vendin tonë. Sipas Bankës së Shqipërisë, Italia pasohet nga Turqia dhe Kosova. Edhe investimet amerikane janë dyfishuar. Italia ka kryesuar investimet e huaja në Shqipëri. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, në 3 mujorin e dytë, bizneset italiane kanë investuar në vendin tonë 44 milion euro, duke lënë pas Turqinë dhe Hollandën. Shërbime, turizmi, energjia e rinovueshme dhe gastronomia janë disa nga fushat ku janë përqendruar kryesisht investimet e bizneseve italiane. Ndërkohë, nga statistikat rezulton se në vendin tonë operojnë rreth 5500 sipërmarrje nga shteti fqinj. Në vend të dytë, për sa i përket nivelit të investimeve në periudhën prill-qershor 2025 pozicionohet Turqia me rreth 39 milion euro. Pas largimit nga sektori i telekomunikacioneve, ndërmarrjet turke vazhdojnë që të kenë një rol të rëndësishëm në sektorin financiar, ato energjetik, por edhe në industrinë nxjerrëse. Nëse vërejmë shifrat si 6 mujor, investimet italiane dhe ato turke rezultojnë se janë në të njëjtin nivel përkatësisht me 89 milion euro, por Turqia ka pasur një rënje të ndjeshme në 3 mujorin e dytë krahasuar me 3 muajt e parë. Investimet nga Kosova pozicionohen në vend të tretë me 38 milion euro. Ato janë të përqendruara kryesisht në sektorin e tregtisë dhe të ndërtimit. Më shumë se 2 fishim kanë pësuar në 3 mujorin e dytë dhe investimet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke shënuar nivelin 27 milion euro nga 11 milion euro që ishin në fillim të vitit. Në 6 mujorin e parë, vlera e përgjithshme e investimeve të huaja direkte arriti në 759 milion euro, duke pësuar një rritje me 1%, por pavarësisht se rritja është minimale në vlerë, investimet e huaja direkte po regjistrojnë një rekord të ri historik për 6 mujorin e parë të vitit. Gati 9 milion turistë vizituan Shqipërinë këtë vit deri në fund të gushtit. Të dhënat e Instat konfirmojnë fluksin e turistëve të huaj në vendin tonë. Kryesojnë turistët nga Europa, por Shqipëria ka pasur vizitorë edhe nga shtetet të largëta si Amerika, Azia apo Afrika. Shqipëria priti gati 9 milion turistë huaj deri në fund të muajit gusht. Instituti i Statistikave ka publikuar të dhëna të cilat konfirmojnë se hyrja e shtetasve të huaj rezulton se është 5.2% më e lartë nëse e krahasojmë me të njëjtën periudhë të një viti më parë, kur u regjistruan gjithsej 8.5 milion shtetas të huaj që vizituan Shqipërinë. Nëse vërejmë shifrat e gushtit, ecuria është edhe më optimiste, duke theksuar se kjo është periudha e pikut të sezonit turistik në vend. Numri
numri i shtetasve të huaj që kanë hyrë në territorin shqiptar është 2.3 milion, duke u rritur me 9.9% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024. 97% e hyrjeve të shtetasve të huaj në Shqipëri janë nga rajoni i Evropës. Evropa jugore, përkatësisht me shtete si Italia, Spanja apo Portugalia, zën 77% të numrit total të personave që kanë vizituar Shqipërinë, ndjekur nga Evropa perëndimore me 9% dhe Evropa qendrore lindore me 8%. Risi gjatë këtij viti ka pasur edhe fluksi i turistëve të ardhur nga kontinente të tjera. Në gusht të vitit 2025, Amerika shënoi mbi 52.000 hyrje të shtetasve, e po ashtu edhe Afrika e Azia e Jugut, të cilat shënuan rritje të dukshme në krahasim me vitin 2024. 2.1 miliard euro ka përfituar ndërkohë ekonomia shqiptare nga turistët e huaj vetëm në 6 muaj. Këto shifra konfirmojnë se viti 2025 do të jetë edhe më optimist përsa i përket turizmit në vend, ndërsa të ardhurat rezultojnë me një rritje prej 7.7% nëse e krahasojmë me një vit më parë. Pritshmëritë janë që fluksi i turistëve të vijojë edhe gjatë vjeshtës, duke zgjatur sezonin turistik në vend. Turoperatorët e raportojnë se prenotimet kanë qenë të larta edhe për muajin shtator e tetor. Ne kemi mbritur me këtë informacion në fund të News Hour. Unë ju rikujtoj si gjithmonë në adresën tonë zyrtare të webit abcnews.al, ku mund të klikoni në çdo kohë dhe të njihni aty me lajmet më të fundit, po dhe të na ndiqni përmes valve të radios në 105 FM. Vjoni qëndroni me ABC News, vetëm pas pak vjen kolegja Jeta Kasemi me faqja 4. Faleminderit për vëmendjen.